Në vendet tona, por edhe në Australi, pyetja është kur niset shtëpia, themelet e shtëpisë, ka disa njerëz që therrin kurban, edhe gjakun e kurbanit e vendosin themelin e shtëpisë me qëllim që shtëpia të shkojë marr ose ku ta dion. Sa i përket therrjes të kurbanit, për shembull, po ta tregoj qysho mirë edhe qysho keq. A din? Pezam, unë e filloj një shtëpi. Edhe thom, o Zot, po e bëj një kurban që punëtorët ta hajnë mishrat i kurbanit që inshallah puna të shkoj marr. Mirë, po nuk është e lejuar që gjaku i kurbanit do thot të derdhet në themele. Ajo nuk është prej fejs ton, nuk është prej traditave tonë. Se kjo ka qenë tradit e paganëve, pagan. E ke pa ata që sakrifikojnë edhe animals edhe gjakun e konsiderojnë si të shenjt e ku ta diun, do me thonë kurbanin me prej për Zotin, që puna të shkoj marr, niyeti është që puna të shkoj marr, ndërsa mishja i kurbanit më së miri si mbas meje është të hajnë punëtorët, të cilët angazhohen në atë shtëpi, por edhe familja nëse ka nevojë për mish, nuk ka asgjë të keq. Do me thonë, jo therrja të bëhet tek themelet, jo gjaku të derdhet në themele, kjo nuk është prej fesë islam. Edhe kjo është e ndaluar. Mirë, po kurbani mund të therret kudo. Nuk ka nevojë të therret para shtëpisë ose në themel ose çka do. Do me thonë, prerja e kurbanit, banement, mund prehet kurdon. E kemi dy lloj kurbanësh. Kurbanin të cilin e therrim për kurban bajram, apo edhe kurbanin që mund ta therrim çfarë do kohë. Kurbani mund therret për të gjallit, po kurbani mund therret edhe për të vdekurit. Për shembull, e bën jetë kur unë e boj një Ramazan me jap një kurban fukarave për shpirt babes tem i cili ka ndruar jetë. Do të thonë sevapet e kurbanit shkojnë për babain tim ose nënën time. Nuk ka asgjë të keq. Do të thonë mundesh njeriu kurbani bëhet edhe fëmia kur të lind që përmenda unë a ditë, qofse është djalë ti therrim 2 kurbana, qofse është vajzë 1 kurban. Çështja është që në Australi, sipas rregullave të ushqimit australian, ne nuk kemi drejt me therr kurban në vete. Se unë tash zgjohem nesër edhe therr kurban. Kjo nuk lejohet me ligj të Australisë. Vetëm dohet ata njerëz që janë edhe vendet që janë të specifikuara për therrjen e kurbanit. Tash dikush e therr kurbanin edhe të bajramit, a? Vjen kurban bajrami e therr në kurban. Kurbani çka është i bajramit? Ndahen 3 pjesë. Pjesa e parë familja, pjesa e dytë familjarët, vllau qofse ke, kojshiu, kondo që e ke, dhe pjesa e tretë ju jepet fukarave. Mirë, po cilë fukara këtu? Kërkush ta merr edhe mishin, se frigohet. Do thotë, a ka ndonjë cross contamination? A ka qëndruar në fridge? A kuptoni, ka dhe mishi ka rregulla e veta. Kështu që më së miri për neve që jemi në Australi, kurbanet ton t'i dërgojmë në vendet tona. Atje fatkeqësisht ka shumë njerëz që kanë nevojë, edhe unë mendoj që sevapi është më i madh. Këtu që ka njerëz që therrin kurban edhe tërë mishin e han për vetvete. Edhe pse nuk ka nevojë, se me pas nevojë këtu shoqyr asgjë s'kemi nevojë, apo? Ai është një pastërma ose një lop që e therrin për familje, po kurban nuk mund të jetë. Kur ti e merr mishin për vetë, atëherë çfarë vlere ose çfarë emri ka kurbani? Kur mishi i kurbanit nuk shpërndahet, posaçërisht ata të cilët janë më të varfër.